të Valdet Ramas. Berisha, Gjatopi. Do të jetë dhe me djatën, E burge, me më kujtoni batutën time në pjesë parë, Berisha ka më në timë të mirë në katë majtën, por godit edhe me djatën. Okej, kush e kupton batutën dhe mund t'i dalë. Ndërkohë që nuk ka vetëm dy Berisha tani sonte protagonist, një në tribunë, një në fushë, por kemi edhe një tjetër, edhe ai luan kundër shqiptarëve. Ka një Berish që luan dhe kundër shqiptarëve, është me Norvegjin. Djalo që ka ritur Norvegji, 21 vjeçar, djalo shumë i talentuar. Është shumë i shpejt si futbollist. Jashtëzakonisht shumë i shpejt. Luan me Red Bull Salzburg. Këtë kemi shumë pak tishe me skuadrën e Norvegjisë, kjo është e 10-ta. Për plasë e Burku, thot gjyqtari ka i drimi, ka dhe karton? Jo. Është këshillim i gjyqtarit, me drejt. Glendi çfarë ndodh tek stori? Si që thete di vetëm një zëvendësim në radhën e Norvegjisë, Falon Berisha është futur në fush, skuadra jonë është e njëjta. Dy lojtarë në nxemje është Kace dhe Hysaj, përveç Osmanit që vazhdon të bëjë nxemjen që nga pjesa e parë. Këto për janë lëvizjet e Debiazit. Pikërisht Elceit Hysaj, që është nga Shkodra, futbollisti i Empolit, një nga talentet më të spikaturat të Serie B në futbollin italian. E kam parë ndeshjet e fundit, ka luajtur për play-offet e Serie B. Luan krahun e majt, po luan të 10 krah. Luash gjitha ndeshjet e një sezon, duhet ti meriton shumë. Shikoni në djath. Shqipëria tika këto figurat jashtëzakonshme të kombit shqiptar. Skënderbeun, Ismail Qemarin dhe figurë më të madhe të Kosovës pastaj. Mendoj që po, Sheko ka ardhur kohë. Ka ardhur kohë për që një madhe Sheko. Ka ardhur kohë në duket. Basu kry. Shqipëria e madhe me ma ekziston, është në fushë sonde, është përfaqësuesja e shqiptarëve. Kjo që po luan sonde. Tani kufit po deri tani shumë dinjitoze, atë shpresojmë deri në fund. Sigurisht po tjetë një portret i Adem Jasharit me shumë drejt do të gjohet në sfonde dhe UÇK, tani për urin para gjithë atyre që kanë nderuar këtë me praninë e tyre në atë grupim të madh mrekullueshëm atë ushtrinë e UÇK-s, ushtria shqiptare e Kosovës, që tani na ka hapur shumë gjëra së bashku me Kosovën. Kthehemi tek futbolli, tek loja e luajtur. Sepse kjo është që na bën krenar absolutisht gjithë. Pak të drejtë tani e vëdhëqim 1-0. Valdet Rama, autori i golit. Çani. Sta golin në të majtë. Për të shtopin. A golin provot Kosoj. Ka tjetër ishte Sali e Vila. Në taj 4. Teni mbrondarjen e Berishës që ka topin duar. Shumë i gjatë to. Bjeg Grysen, në gjatë loja. Përsingu është i Ramas, në i vënë arsore. Po zhvillon një ndeshje të mrekullueshme Rama. Fantasisti i Valladolitit, shikoni këtu Debiazin në krah. Edhe me një nga pjesët më të rëndësishme të stafit i të top që shkon në rivën e ansore. Bartra. Godit drimi takon Tande. Po dhe shpërne. Nëma, sigurisht që trajneri ishte që vendos diçka
por Tramezzani që shikoj gjithmonë kraun e Debiasit, një pikë fort që merret individualisht me të gjithë lojtarët. Po jo, kot është bashkëpunëtori aty, normalisht do të përzgjedhë dhe bashkëpunëtorin si vetë e tij. Thoshte dje një batutë që kam parë shumë trajnerë, ka luajtur me Inter, me Tottenhamin e me shumë skuadra të tjera, mos harroj. Po është absolutisht trajneri më i mirë që kam parë ndonjëherë dhe më perfeksionistë në përgatitjen e ndeshjeve si Debiasi s'kam parë në asnjë rast të karrierën. Unë ç'kam parë Norvegji, duke qëndruar afër, mendoj që detajet që ai menaxhon ndeshjen, që ndërton ndeshjen janë shumë, domethënë se për të konsoliduar dhe për të bërë një skuadër shumë korrekte. Deri tani po flasim për moment. Çako nuk duhet të hiperbolizojmë shumë, por do të shikojmë ndeshjen. Ke top që devijot Gacia golli e çohet rivrenasore. Çojmë të Rivanje. Shumë i lartë topi. Ka dalë Berisha e largon kërcënimin. Që quajt e që devijohet, rivënjasore është për norvegjezët, ka të devijuar Çani. Çojmë Rivanje. Është shkurtë tani. Çani. Romuja. Që topin aftërën e Edinburgh që mund të spostoj skuadrën përpara. Bulku me topin në djathtë. Avancon rivënjasore. Do të vitet gjitha janë për Bulkun. Që Bulku dhe Basha, dy lojtarët e mesit fushës, kanë marrë përsipër shumë sonte në ndeshjen, në zhvillimin ose në ndërtimin e bukur të kësaj ndeshje. Dalku me duar. Edhe ai fashuar, i fashon më të lehtë tani edhe ai dhe Mavraj, sepse kanë pasur kohë mjekët që qëndrojnë me ta. Pa problem shkojnë diçka tek Almening. Gjasë Rune Almening. Angeland. Hugli. Jonas Fondish. Osamir ve Keshitaro Hey. Dalton me kot. Rivënjasore. Hogli. Agoli, Basha. Rama. Basha dhe njerë. Agoli. Më përpakoma. Mavraj. Mire sakt. Armen Dalko. Vila s'postohet në qëndër. Topi dhe jetë të Gradmir Teli. Basha. Dalko. Shumë prapa aty ku ishte Trit Berisha i qetë. Calihi. Shumë prapa to. Përsi mishti Çarit për pak e mbriti. Qëmë të dalit Ramës, topi umbër, Çani provon të riflektoj dhe njerë, Rivënjasore i takon kundërshtarëve sepse është faul, nuk është Rivënjasore. Deri tani mënyra e zgjedhur nga trajneri norvegjez për mundur ekipin shqiptar është shumë e gabuar. Kjo i jep shumë lehtësi skuadrës tonë për të konsoliduar dhe për të mbajtur ekuilibër deri në momentet që po flasim. Shpresojmë që mos bëjmë gabime sepse gabimet sjellin fatkeqësi tek porta jonë. Topi prapa në djathtë. Provoj të administroj norvegjezët, tani skuadra është e vendosur mjaft mirë, do të administroj lojën. 10 minuta kemi luajtur miq. Vetëm 10 minuta. Kemi dhe 35 të tjera. Pozicioni është loja, do topi është Rivënjasore. 35 minuta, duhet ta mbaj me dorë zerën për të mos ta dalë jashtë me ma. Sepse aq shumë goditje që po ndjej. Janë aq shumë sa që po se bëjtë me dorë duket sikur do të ndalë. Do të jenë deri në fund goditje, po nëse skuadra do ketë qarkullim të saktë të topit
do ketë presion si që bën momentet caktuara në mesin e fushës, nuk do të letë qartë, nuk do të ketë qartësi kundërshtarit. Qofse Rama dhe Vila do të ndihmojnë dy luftëtarët e mesit fushës që kemi në Bulkun edhe Bashën, besoj do të kemi të lehtë deri në fund. Qojmë Do shikojmë. Bartran, qojmë Basha. Me shpeci Rama. Hezituar pak, topi është në qendër nga Regensen. Pa problem Henriksen, Mavre kontrollon. Ka fal dhe ti, këtë jedirimi e ka shkaktuar pikërisht të numëri 17, Joshua King. Të i parë për Lëngim Mavrajn edhe Admirterin. Dyshe qëndër me mbrojtjes që po funksionon me 10 minutë për mkullueshme. Jashtoi pozicioni Salihit. Nuk kam lëvizur thot ai, nuk e kërkova topi. Ishte në atë hapësirë, duhet fërshëllente gjyqtari. Henriksen. Agolli ka ndërhyrë. Nuk ka dalë ndërhyrja, i ka dalë triplin kundërshtarit. Krosimin shtyt dytë ka mundësi. Hogle, goditja. Largon Mavraj. Largon Mërgin Mavraj. Në rivënë asore për më tepër, jo këndore. Shako, po insistojmë vertikalisht me numrin 7 Henriksen nga krahujtja. Duhet jemi të kujdesshëm, nuk duhet ta zbrazim atë zonë. Agolli duhet të jetë pak më afër Mavraj. Që mirë Venezuela, janë gjithmonë të rrezikshëm Northgate me duar. Angeland. Nuk bën skemën e mëparshme, bën një tjetër dhe gabojnë norvegjezët. Madje provon dal Mavraj nga krah. Rivënë asore nuk ka faull. Ka dalë në nxemi Gjasula, është ullur Kace për momentin. Ergjys Kace, një nga lojtarët më të talentuar futboll shqiptar. Që po është duke ardhur, nga djep të ri po them, po fat keq skuadra e Skënderbeut është mundur 2-1, ishte një lojë që fitoi 1-0 për tanët, por hungarezët në ndeshjen më përballën me djemt e Gegës në qytetin e Durrësit, mbritën të fitojnë 2-1. Si goshti Vilës. Shikoni se do i shkuar. Vila nuk e kanë mbështetur. Vila me normalitetin e tij që përshkon kilometra të pambarim. To ndihmojnë shumë. Jo, ndihmojnë shumë problemet e mbrojtjes dhe problemet e ekuilibrit që japin mesin fushës, me që kundërshtari është i tepër. Tek vendosja e tij. Bukur Salih, çojnë Basha. Rama është i lirë për ta shtopi. Rama, nga djata dalë, ku është i lirë. Vjen dhe krosime, është në zonë topi. Se mbrin Salih, ta lërë prapa për Ramën. Basha ka dhe njerë për tanët, jemi aty. Vila, gotitja, me të majtë njërë kuadrat. E mori Bukur. Jo, veprim shumë i Bukur, mendoj që duhet ta ulte, duhet kishte kohë për ta ullur dhe për ta goditur. Fluturim Fio. Ullja e topit poshtë. Jo me këm në tia, me këm në majtë. Jo, ka patur mundësi edhe për ta ullur dhe për të goditur për mirë. Por bukur kombinimi, Basha, Vila, Marja, goditja. Salih. Mirë vjen Burgun ti. Rama, Mundali. Boku Rama, mes kohën veja ka kaluar kundërshtarit, i ka këquar në këmbë gjithë. I qonë sepse veprimi i tij është shumë i qartë dhe shumë i saktë. Ndërmjet dy kundërshtarëve e mban dhe e fiton topin prapë. Minuta e 15 miq. Rama luan ndeshjen e tij dytë me përfaqësuesën shqiptare, por po shndrohet një idhull. Një më mirë se tjetra. Po shndrohet një idhull për tifozërin. Jo vetëm për faktin e golit, por edhe për lojën që po shfillon. Mavraj dhe Kinga, po shikoni se ku ka dalë Berisha. Qoj topin në majën e tribunës për karshi. Kjo tregon se e ka të majtën e fortë. Është njëti top që rikthehet. Henriksen. Basha. Nuk ja pull kundërshtarit Basha. Provon të tribloj, ka gabuar, këtë ka humbur topin. Ka i pozicion e shtoje do të qishtari, është jashtë loje pozicioni. Është jashtë loje pozicioni.
perfekt Martin Krajnc. Qikoni e me drejt, qikoni tu sa me ma. Vetëm 4 metra apo jo, mos gaboj. Është i qartë. Salihi. Provon ta marrë bukur topin, Angelan në shpati. Ka larguar. Vjen dhe Regjuniusen. Shumë për para. Mavraj. Nuk ka asë të ndërryë dhe të gjyshtare, më t'i ka di këtore për të ndështarët. Një problematik Joshua King. Jo vetëm me nivelin mirë të lojës ti, por edhe me lojën jo të pasër që bërë. Shumë i lartë, topi shtu të dytë. Berisha ka larguar, të ndorën kraun tjetër. Giganti i portës tonë. E të Berisha. Tek 5-5 që është shumë i sigurt. Tek dalit e ti. Cëra diskem, me të ndorën lartë. Numëri 14, Ruth Espen. Dhe qojtë. Qani, rivën e fundore për tanët, jo thot gjyhtari këndore ka prekur Dalku. Qëfar a këti? Edhe njerë, Ruth Espen. Esrëmot Qani, gjigant, argon topit. Por gjyhtari thot që ka dhe një faun dhe ti. Dhe pritet loja, dëmtohet të Edgar Qani. Kërkohet dima mjekve me shpecim atje. Ka qenë një ndërhyrje shumë e rëndë ndaj Xhanit, pasi ishte në ajër, në këtë moment nuk ka gjetur dot mbështetjen te kundërshtari i cili i ka prerë këmbën dhe ka rënë me gjithë forcën tokë. Blendi është dëmtuar. Blendi ramja në tokë ka bërë që ai dëmtohet. Regjuniusen e ka përplasur. Blendi, lutem më thotë që çfarë po ndodh ço Tramezani që thotë jeni këtu dhe shuan jetjen, a? Përfiton nga kjo për të ofruar futbollistët, për të çuar etin, por dhe për të folur diçka lojtarëve. Në këto momente ka disa minuta që Debiazi i bën me shenjë 2 mbrojtësave të qendrës për ta shtyrë skuadrën sa më shumë përpara. Nuk po rrezikojmë shumë prapa në aksionet normale të lojës, përveç goditjes standarde, por nuk po arrim dot ta kalojmë topin matan mesit fushës. Duke që pas plan parë Jurgen Gjasurë, një nga lojtarët me klasë që do t'ju bëjt ta shijoni futbollin, ta admironi atë djalë Josh që pat të lindur në Tiranë, por që ka jetuar në pjesën më të madhe të jetës në Gjermani, emigruar në moshën 4 vjeçare me familjen e tij. Por mund t'ju them një fakt miq, mendojeni, vjen direkt, është fakt shumë interesant ky. Duhet një njeri gjaftop që është tek stoli, që aty kujtoj lojtarëve që kanë dhe etje, sepse asnjë aq që të cënuar, aq e rëndësishme, aq me dëshirë janë këta njerëz të fushë sonte. Atëherë kjo është stafi që duhet merret me detajet edhe këto detaje që janë nevojshëm për futbollistë në fushën e lojës. Çani del dhe nuk duket se ka probleme, do të rifutet përsëri fush. Po pra, ky është lajmi për drejt Glend. Është okej, mos thet fush Giganti. I sulmiton 10-4 gola për të. Angelan fiton ndryftimin aror me Vilën. Berisha le të dalë për derbi sansore, rikthehet fush Edgar Qani. Salzburg. King afro dhe Vila. Bukur tek Sali. Viset Vila. E vonoj Sali, pasi për Qanin mund të ishte shërbyer shumë shpejt. Angelan. Shumë i gjatë topi ti. Rapon dy të fashuarit. Talku e Mavraj. I vënë ashtë për norvegjezët, mendoj se ka bojë gjyqtari. Njëzet minuta loj, edhe 25 të tjera. Të topi është Northgate. Vila ka larguar. Rivënë asore, pak për mes fush. Edhe njërë andetët në vi kërcënimi. Përsëri Vila ka larguar topin. Sali e në tërë më përpara. Burko provo të armarë, për shumë të nësi.
Angeland. Mirë Teli në momentin e parë. Berisha është rëzuar. Topi është për duart e Berishës. Por Berishës mirë. Berishës që luan me Farendën e Shqipërisë. Shiko, nëse do luajë në këtë formë do ta kesh shumë vështirë për të shënuar tek skuadra jonë. Zgjidhja është shumë e gabuar. Nëse do dalin mbrapa krave, nëse do dalin fundore, ato janë të rrezikshëm. Kështu normalisht ne do kemi shumë lehtë për ta fituar ndeshjen. Kërkohet vetëm administrimi i topit. Ne duhet ta marrim topin shumë më tepër në këmbë. Kokli në presikun e Vilës, do zot topin tek Dallku, që e çon tek Bulku. Vila. Liberasore për Tanat, jemi aty. Kështu po. Dallku me duar. Çani është aty, për të është topi. Liberasore. Edhe një herë për Tanat. Kemi rrezikuar ende në pjesën e dytë. Sali është pas spinës kundërshtarëve. Livane me duar edhe një herë për Tanat edhe një herë jemi aty. Shako ne na interesojnë fitojmë sonte. Do të ishte mirë edhe loja e bukur, po kur mendon fitore dhe loja e bukur, më mirë është fitoria. Pjesën e parë që një lojë mrekullueshme tanëve. Del bashkëtopi për të vjes ansore Valon Berisha, lindur në Malmoe, nga një familje emigrantësh kosovar, do të kuptojmë këta, do të kemi respekt për këtë djalosh, pavarësisht faktit që ai ka zgjedhur luajë me Norvegjin. Patjetër është zgjedhja e tij. Është një zgjedhje e tij ka lindur në Malmoe. Në fundit është shqiptar. Gjithsesi mbetet shqiptar, dhe djalë shumë shqiptar, do të thoja. S'mund ta mojtoj edhe Gashi. Tosimi është i bukur. Salihi e ka kthyer me kokën e portas. Jo, nuk e kuptoj se si ka mundur Rune Alming që ta ndala top që po fluturon dhe drejt rjetës. Ka i falë të thotë gjyhtari, nuk ka mundësi. Shikoni, asisin e mrekullueshëm të Bulkut. Goditin e Salih dhe fantastik, edhe traversa i është dashur. I është dashur dhe traversa që t'i shpëtoi norvegjisët nga goli i dytë. Dallku, rivere fundore është për Tanët. Rivere fundore është për Tanët. 23 minuta miq, mos harroni që në të gjithë dyqanet digital, kudo që ndodhen gjithë Shqipërinë apo në gjithë Evropën, keni mundësi që të përfitoni nga kjo ofertë mrekullueshme, 10 deri në 15% ulje për 3 deri në 12 muaj abonime. Boni pjesëtar të kësaj familje gjigante, jo vetëm skuadra përfaqësuese, është e gjithë shqiptarëve, por edhe paketa digital, gjithë ajo që i ka bashkuar gjithë shqiptarët. Kosovës, Shqipërisë, Varëtësisë, të Maqedonisë, kudo që ndodhen, pavarësisht se ku, digital i ka bashkuar të gjithë, nëpërmjet asaj pakete jeni duke shijuar ne miq kudo që ndodhin në çdo shtep të Evropës. Shako ka kohë që shqiptarët janë tek familja e digitalit. Me mashin nga antarët e familjes tonë që në ditët e para. Nuk po them që kemi dhënë faras, sepse në fillim jo. Por edhe kjo ofertë është e mrekullueshme, është për të përfituar 10 deri në 15%. Mos harroni që sporti me të vërtet fillojnë pushimet, por digital dhe super sporti më saktë nuk shkon me pushime asnjëherë. Digital absolutisht kur nuk është me pushime. Ju shoqëron kudo, por super sporti nuk shkon me pushime. Nga data 15 mos harroni do të filloj ai turneu i mrekullueshëm i Kupës Konfederatave. Brazil, Italia, Spanja, gjithë në Brazil, për të shijuar një 15 ditë është mrekullueshëm një verë, që nga ora 21 do të kemi sfida mrekullueshme. Teli prapa, Berisha. Pa problem, pasi problem topi është në hapësirën e Berishës. Kemi një zëvendësim në radhat e Norvegjisë, do të futet fush Soderlund në vendin e Joshua King. Joshua King ishte një flak kashtë në kështu blenda, apo jo? Sepse ishte një start i mrekullueshëm i tij, pastaj gradualisht shkoi dhe si duket do të provoj diçka tjetër Olsen në këto minuta që kanë mbetur ndeshjes. Sepse zgjidhja deri tani ka qenë e gabuar. Mos harrojmë që sot mungon dhe Abdelaue, një nga lojtarët më të rrezikshëm në aspektin e sulmit, por nuk ka patur një sezon shumë të mirë. Skuadra e Noverit, viti parë që nuk ka larë në skuadra ai, duket sikur e humbi, torua. Soderlund gati për të futur fushën e lojës.
Blendi nuk e dëgjojnë s'fond se shton tifozët. Duhet që shkojnë Debiasi që vrapoj me një herë në mesfush. Rama. Faul. E nisi me një faul, thot Delun. Shko, arsyeja është sepse kërkon të luajnë me 3 në veprimet sulmuese. Numri 7, Eriksen do të dalin nga krau djathtë, kanë përshtypjen dhe merr masat që skuadra të jetë shumë solide në veprimet e mesfushës, edhe veprimet e mbrojtjes. Ky është motivi që shohet Debiasi pra me që stafin e të gjithë të rregjë vëmendjen apo. Shikoni dhe orientimi që jep. I dha orientimet mbrojtjes për sa i përket tyrit fundit të fushë Soderlund. Jo, është vendosje ndryshe. Çoj të goditje. Pak nga orientimet që i dha trajneri. 3 lojtarë tek topi. Bulku, Basha, Agolli. Rregullon topin Ligjen Basha. Qojmë si që do të bëjt, mund të godas në kuadratin, në pjesën e parë provoj priti portier. Qojmë. është finde, është skem, qojmë! Sali, Basha! Vila, mund të godas, e djatha, jashtë! Jashtë! Nuk e ti se si për jashtë. Ishte shasti, kema, më ne ta dhe më të fjali, ishte shastis në zek jo skem. është për të ardhur keq, se në përmjet skemës edhe të bukur. Ne shfrytzuam dhe fituam në Norvegji. Edhe sot veprimi paramenduar në mënyrë perfekte. Ka toni për Dalkun. Është paralajmëruar që pjesën e parë. Ta shohim edhe një herë i lutem regjis Rizorit Laço që ta shohim edhe një herë momentin. Çfarë skeme e mrekullueshme, nuk kuptoj se si nuk briti dot të godas Ligjen Basha. Fakt Shako Bulku ma kish deklaruar për para ndeshjes që do kemi një surprizë tjetër, por nuk ma tha se çfarë kishte përgatitur këtë radhë Debiasi. Për fatin e keq nuk shkojnë rrjet të radhë. Lendi ta kalojmë këtë rrezik. Por do të ishte shumë e rëndë nëse Norvegjia do ta psoni për dytën herë kështu. Lendi ta kalojmë këtë situatë të rrezikshme. Çfarë problemi ka? Kalim të moment. Situar në ajër dalë kundështarë. Qojnë. Do pikërisht Mavrej. Berisha është aty. Bulku, Berisha e preki fundit për tanët. Topi është për tanët. Shojmë me pikërisht skeme, shkojnë me më. Basha është marrë e mirë. Vila godit. Edhe Vila do të godiste diagonal. Ka marrë me pjesën e jashtme diagonala ishte. Agolli. Hapësirën e Vilës. Hogel, e këthen prapa. Yttergran. Basha qonë pa menduar, vetëm thjesht për të larguar. Sali provon të rikuperoj. Padesht i Sali duhet i dënimi, gjyqtarë kanë dalë lojën. Kërkon Dies me njerë. Djali, jo vetëm me shumë klas, por edhe me shumë gentiles. Shumë edukat. Me shumë gentiles Salihi. Valon Berisha. Topi të citi, shumë të ci, mbron Dalku e Vila hapësirën. Nuk ka si shatë kërcënimi, rive në fundore. Njëzet e 9 minuta miq. Edhe 16. Berisha do rikthej topin lojë. Liverasore. Mavraj. Berisha. Afrohet Osmani. Për të ndruar apo për të ullë stol? Kjo është i lajmë. Qojmë tani, presi me më të pashikoj se në vënd kujt. Do të ka boja mi sigur, por jo, do të jetë vështirë, sepse dy qendrat po luajnë mirë, ndoshta për të forcuar veprimet, mund të largojë një sulmues të vendoset. Do të dalë Salihi. E Shako i ram kokës në duket. Kokës jo, ju afrove. Jo, ishte shtyllë me ma, ishte shtyllë me ma. Jo, shtyllë edhe gol bilet. Sulmuesit janë dy, Sali dhe Çani. Po lojtarë të gjatë të lartë nuk mund t'i largojnë dot nga skuadra.
Basha, pas pak du t'ju them unë të Osmani, po Dallku e shon këndjet, vrapoj me topin në këtë zotrim. Rosimi deviohet, topi është aty, kornore për ne. Ka dalë topi, kornore për ne. Atëherë Mema, po të them se ku do të luaj. Do të luajnë me sfush në qendër. Mendoj para mbrojtjes. Për të forcuar edhe për të ndihmuar Ervin Pulkun edhe Bashën. Mos harrojmë që është në qendër mbrojtës Tevfik Osmani, por qendër mbrojtës që luan mjaft mirë me topin. Çojmë te këndore dhe ku afrohet Anci Agolli. Edhe sfushor që tek skuadra e Teutës ka luajtur edhe me sfushor përpara mbrojtjes, mos harroj. Trajneri Magani ka këmbgulur që ai do të luajë me sfush, të sot e bjasëm ta fusë aty. Tek topi Anci Agolli. Rëmujas. Rama. Për Agolli, është i lirë Agolli. Rosimi devijohet, këndore dhe njërë tjetër. 32 minuta lojë. Anci Agolli për sëri. Kjo preke, Basha! është rëzuar, mund të këtë penalti aty, se ka parë gjyqtari. Ishte e Bashës. Ishte një ndaj mbajtje qëllim që ndaj Bashës, faulli i Ramës dalet loja. Ka i problem. Po një nga norvegjezët, por ky është momenti i zëvendësimit, po Glendi. De Piazzi ka thërritur 3 herë në fytyrë, numri 7, numri 7. Do të jetë një mbulim trup me trup mes Osmanit dhe numrit 7 norvegjezëve. Gjirë në këmë iq, po në gotë Salihi. Po në gotë Abdi Salihi. Gjirë në këmë me Dordo Kitjeni. Dyzet rëndeshje 10 gola me përfajsusem. Notën 10 me ylla i golit i shënuar në Oslo. Qënë të si do të funksionë skuadra me këtë vendosje 3 taktike. Qani shti vetëm për para, Raman do t'jetë pak me avancuar. Dallku kontrollon mjaft mirë hapësirën e tij, vënë fundore është. Një fakt një gjyqtari që kontrollon gjithçka, vetëm një herë ka gjykuar një skuadër shqiptarësh, ka qenë vetëm një herë kur skuadra shqiptare fitonte 2-1, ishin 17-18 vjeçarët, mundin skuadrën e Serbisë. Që më ogurt mirë se kaq nuk ka mund të sjell se si sjell ky gjyqtar skotez, ë. Mendoj që po edhe tani shumë i qartë dhe shumë i saktë, nuk gabon fare. Mendoj që më them që një arbitër që nuk gabon në asnjë moment. Pak shumë i saktë. Ka vendosur gati 5 të rreshtuar në mbrojtje. Hogli. Angeland, në përgjithësi për çopin e çon në ekranin e djathtë. Regnius. Luan 5-4-1 tani. E si vide se që dobi prapa Angeland. Basha, ka shtyrë të këqani. Jo miraj të Rama, mund të dilnim aty. Lendi Pash, De Piazzi kërcente në versionin e Sergej Bubkës. Jo, problemi është... Apo jo? Ashtu ishte në fakt, po kërkonte që Zani ta pason të mirat top për Ramën. Shterësit për dalin, mund të gjenë njëri tjetrin mjaft mirë, dhe kjo mund të tjerë për para, jo vetëm mund për të kërcënuar, por për të mbajtur sa më gjatë topit. Hapësirën e krahut djathtë nuk është askush, Dallku vrapon, fort Dallku. Mbajtja e topit nga çani i Dallku, me presionin e tij. Do t'japi shumë frymëmarrje skuadrës tonë. Teli, Berisha. 2 falle që kanë Berishës për topin si amori askush. Ma nuk disë që piku këti djali. Qëfar gjigandi. Afrohet Kace. Gati Arkyus Kace mes këtyre gjigandve. Kush do të reagohet, do në e thot Mema mduket. Unë mendoj Vila ka konsumuar shumë. Ka luajtur
pa mbarim vrapimi i tij gjatë gjithë kohës, po ti kemi matur paktën. Besoj se ka qenë ekzemplar tek ndihma që ka dhënë mesit fushës. Do të i dyti ndrim radhasi me Korçar. Osmani, pastaj largohet ai me një tjetër Korçar, Kaçe. Dalku, Blendi e pe Dalku në bë. Fakt nuk e donte topin aq shpejt. Ky fëmia që po duket se bëhet pjesë e lojës. Defensore. Dua konfirmimin tënd nga Denis Bastari, Glend. Dal Vila. Po m'habit Mema. Duket se Mema ka bërë një jetë punën e tij si trajner edhe shkolla e gjëra, po m'duket se kur erdhi te Supersporti u përmirësuai shumë se kishte menduar as vetë. Është vërtet. Edhe po dek në seminaret e UEFA-s. Këndore ka fituar Vila këtu, ndoshta është e fundit për të Çako të qeshim fund të lutem shumë, ta marrim këtë ndeshje. Gati për debutuar për të parë në karrierën e tij Ergjys Kaçe. Futbollisti i parë i profesionistë shqiptarë që është më i shkurtër se Glendin Albani, gazetari. Apo jo? Do të ketë numrin 19. Ka gjithë familjen sot tribun. Një nga të futbollistë rrallë që ka dhe gjyshe në tribun. Ka probleme me sa duket për Mavrajn, pasi ka disa njolla gjaku tek fasho e tij, do duhet të mjekohet jashtë. Gjyqtari ka vënë re dhe e fton që të dalë jashtë vijave të fushës. Hemoragjia nuk mund të pranohet në fushë, s'do ta harrojmë të. Çoj Magolli, skema Dalku. Magolli dhe një herë, krosimi është i fortë topi. Aq i fortë sa nuk mbrita largoj në rastin e parë kundërshtarët. Rama na mban aty, Basha dhe një herë. Basha këmbulës deri në fund, por topi është për të. Me dore ka prekur, ka gatuar Basha. Nuk mund të merrim këtë karton, nuk duhet ta merrim këtë karton. Këtë të fushme në fund Mavraj. Sa shumë gjak ka umbër sot. Gjaku në ka ikur gjithë dhe në ka ngrirë gjithë. Jo, në fund do t'i shtohet. Absolutisht po. Tri 19 minuta miq. Ishte një gjagrire, po ishte e mrekullueshme kjo lëvizje e Mavrajt e Berishës. Vetëm ata e dinin, ne u trembëm, ata jo, ata e dinin. Gjatë topi. Bulku. Berisha. Dozon topin. Rama. Basha, fallish për tanët. Jo, është për kundërshtarët. Ishtë momenti zëvëcimit. Skjel bret për norvegjezët. Takot me shpejtësi, me vrap, Yttergrad. Me shokun e ditë dhomës, Kaçe. Mos harrojmë drejt kjo, Ergjys Kaçe dhe Emiliano Vila janë të dy në një dhomë së bashku. Ka lutur disa herë si kundërshtar, Kaçe me Paukun dhe Vila me Pasjaninën. Të dy janë Kupat e Evropës, madje ndeshjen e fundit fitoi skuadra e Ergjys Kaçes me rezultatin 2-1. Janë skuadra me Andi Viles dhe Emiliano Viles, që për herë të parë në histori janë Kupën UEFA. Vila, nota e tij. Nota e Vilës. Për mua është maksimalisht duhet t'i japim këtij futbollisti sonte, sepse ka bërë mrekulli ndihmën që ja dhënë mesit fushës. I palodhshëm. Absolutisht i palodhshëm. Po ta lësh dhe një ndeshje ka përshtypjen se luan përsëri. Topi drejt zonës, është një parabol e gjatë, Berisha ka dalë, e çon aty në qendër aty ku mund të vrapoj Bulku, se fushën e ka përpara. Topi gjatë në krahun tjetër për Migjen Bashën, që prapa kundërshtarët mund të organizohesh më mirë. Miq pat në fushë të futet Ergjys Kaçe. E kam parë personalisht për gjithë ata që nuk e dinë, shihni shtat shkurtër mjaft vogël aty, me shumë pak peshë, por me jashtëzakonisht shumë klas.
ju garantoj për këtë, do të një ata futbollistët që do të bëhet idhull shumë shpejt. Ashtu si shumë për atyre që po vinë prurë të reja në këtë skuadër, që po krijon ëndra të mëdha. Hogeli. Koncentrimi 3 do të jetë me Hysaj. Tjetër Deloshiri. 4 minuta nga fundi jemi. Shëndër Rivanje, e gjithmonë kërcënim. Shani ka fituar dy luftimin ajror, por këndore është për kundërshtarët. Nuk po e eksagjeroj, po ta them Mema që do të largohet pikërisht Valet Rama. Them që nga futbollist më të mirë në fushë. Jo se ka shënuar golin, ka mënyrën e interpretimit të lojës. Çojmë të këndore. Lojtarët e fashave kanë punuar shumë sonte. Një nga ato është edhe Rama. Dhe Frëmujës këto pleshtë të qëndra është të rrjet. Nuk mund të ndëshkojemi këtu. Nuk mund të ndëshkojemi në minutën e 22. 3 minuta nga në fundi nuk mund të ndëshkojemi tani. Nuk mundet absolutisht nuk mundet të ndëshkojshëm kështu. Për më tepër tani. Shikojeni. Askush nuk ka markuar Hogli. Lojtari më 7 shkurtër ai shënon golin. Po, nuk duhet kjo, absolutisht nuk duhet. Do t'jede shumë e rëndë për tanët. Minutën e 86. 87, fali, nuk mund të ndëshkohesh në minutën e 87, është me të vërtet shumë e rëndë si goditin. Duhet e 88. Angelan. Gol që ne ka goditur, psikologikisht, dallë ku fallish për tanët. Mema. Që është për të arrur keq, aty ku ato janë të fuqishëm aty edhe shënuan golin, te goditje standard. Unë shikoj që ka një farë lëshimit lojës nga ana jonë. Një rezultat që edhe 1-1 është bindës, ne duhet të insistojmë për këto minutat e mbetura. Insistojmë sepse rrezikojmë shumë, qofse do ta ulim ritmin. Duhet të vazhdojë luftë që ishte gjatë gjithë kohës. Pas pak do të mësojmë edhe nga Glindin Albani se çdo tekstoli. Banon Berisha. Do të keq. Glendit lutem çfarë ndodhi tekstoli në momentin e golit. Për momentin gjë e parë që ndodhi është tërheqja e Hysajt për zëvendësimin. Do të pritet ende për zëvendësimin. Reagimi Heshtje totale, padyshim. e thith Berisha. Minuta 89 luhet miq. Angelan fillon këtë luftim ajror. Mavra e leqetësisht tek Berisha. Kemi 4 minuta shtesë. Kjo është gjë e mirë. Teli. Fallesh ndaj Osmanit. Osmani. Po bie kërkojmë për ka skuadrë, kërkojmë besot se mund të godasi pavarësisht ka pak minuta. Kace, mirë, Basha. Basha dhe një, shojmë, Vrama më godas. Goditja tjata, jashtë, Valet Rama. Kthehet përsëri zëvendësimi Hysajt. Sot Ramezanit i shpjegoj Hysajt se ku do të vendoset në këto pak qaste. Përfundon në këto qaste miq edhe koha e rregullt, përfundon minuta e 90, jemi në shtesë tani. Do të dalë Bulku. Do të largohet Ervin Bulku. Kosimi në rëmuj. Hogli, jashtë.
Absolutisht nuk mund ndodhte kjo. Jo, nuk mund të ndodhte. Jo, kurse si. Largohet kapiteni me vrap, vjen. Tani De Biasi kërkon një 5-4-1 sepse për momentin nuk e ka, nuk ka një mesfushor të krahut djath tipik. Ndoshta Hysaj do të vendoset këtu. Dallku do të mbajë shiritin e kapitenit në këto minuta që kanë mbetur. Minuta e parë shtesë drejt fundit. Agolli. Për para në hapësirën e Kurama nuk mundet do të mbrije, shumë larg topi. Nga vendi ku ai është ndodhur. Çani. Mavraj. Agolli bukur. Falli është për të, goditje dënimi. Qojnë. Mërgi Mavraj të topi. Rama. Dhe topi të Çani për pak. Për pak. Mavraj të dy dëftimin e rorë. Provon dalë kraun tjetër, Soderlund dhe Osmani. Nuk i në mundësi të kosoj. Agolli ka rekuperuar topin, Mavraj. Dërzohet e kundërshtarët. Hysa. Nuk arrin do të Hysaj të mbrit e këtopin. Nga djatha. Është momenti që po vuaj. Shumë madje. Dosiv është i fort. Këtop, largohet nga Tefik Osmani. Në kohë që ne këtu barasojmë 1-1, Slovenia fiton 3-2 në Island. Që ishte momenti paktën për të bërë atë kapërcimin, së momenti më decisiv i skuadrës tonë. Fundi i lojës 15 minutat e fundit, normalisht kemi luajtur shumë me frikë, nuk kemi dalë në lojën tonë. Nuk kemi administruar topin, nuk e kemi kontrolluar. Çani mund të përfitojë këtu. Shpresojmë që të kemë kundërshtarët. Çani është i vetëm, rrezohet, ka faull, goditje dënimi, jemi aty të provojmë. Kemi shanse të provojmë, të shojmë. Minuta 4 shtesë është e fundit. Shansi i fundit. Ergjys Kaci të këtopi. Dhe të portës Çani. Teli. Agolli. Bukur. Edhe njërat për Ergjys Kaci, të shojmë. Mirë tek Basha. Çani për të qendër. Basha Çani! Jo! Nuk mundet. Çojmë to, mundësia e fundit ndoshta. Hysaj. Dallku. Krosimi Dallku në shtyll 2 topi, është i lartë, e ka nduar portieri kundërshtarëve. Armenin. E mbyll to gjyqtari. Mbyll edhe Kemal Stafa. Me 2 gola dhe pa fitues. Shqipëria 1, Norvegjia 1. Jemi dëshpëruar sepse ishim në avantazh, jemi të shkuar 3 minuta nga fundi, por tu jemi të gëzuar sepse jemi në kuotën e 10 pikëve. Kemi marrë një barasim. Mendoj që sot e kishim shumë afër fitoren, kemi gabuar në fund, kemi gabuar në atë moment që nuk duhet të gabomin. Skuadra po të qenë pak më e qetë, po të administruar më mirë lojë, po të qarkulluar topin, mos që gabuar tek goditjet standard, i dhanë mundësi kundërshtarit për të rrezikuar dhe për të shënuar atë gol. Është për të ardhur keq, fitoria mendoj sot do të qenë një garanci për vazhdimsinë e kësaj skuadre, vazhdimsinë që e meritonin të paktën skuadra jonë. Miq, sapo ka përfunduar ndeshja. Jemi barasim 1-1, jemi moment i udhëtimit, fillim na duket sikur diçka na është marr, por mos harroni, vazhdojmë të qendrojmë transmetimin tonë drejt për drejt. Kemi përsëri të njëjtat studio, gjithashtu stadiumi Kemal Stafa me Alban Xhianin. Dhe të thuajt e ditë tjetra është në sheshin në Tereza, festa është aty, sepse duhet të ketë fest sot dhe miq.
ta djem në nderuan, për këta jemi krenar, janë kuqezitet e Bjasit, që realisht me plot gojen e them, jemi krenar për ta. Barazin, me një në stadionin Qemal Stafa, ndoshta meritorin të fitorim, gjithsesi me njerë me kuqezit e Alban Gjanit.